Ish-kryeministri Fatos Nano ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore i shtruar në një spital privat në Tiranë, konfirmuan për Ora News persona të njohur me situatën e liderit historik të Partisë Socialiste. Nano ndodhet i shtruar prej datës 8 tetor, pasi sipas burimeve ka pësuar arrest kardiocirkulator, që do thotë ndalimi menjëhershëm i funksionimit të zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Ish-kryeministri socialist tha burimet po trajtohet në reanimacion dhe është në monitorim nga mjekët për trajtim të specializuar. Aktualisht konsiderohet në gjendje shumë të rëndë, me prognozë të rezervuar, tha burimet pranë ish-kryeministrit dhe spitalit ku ai po trajtohet. Fatos Nano aktualisht 73 vjeç, prej disa kohësh vuan edhe nga insuficienca respiratore, pa mjaftueshmëri e mushkërive për të funksionuar normalisht. Vitet e fundit ai ka shfaqur probleme të vazhdueshme shëndetësore dhe disa herë është detyruar të shtrohet në spital për trajtim të specializuar mjekësor. Në gusht të vitit 2023, ai u intubua dhe qëndroi për gati një muaj në spital për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Fatos Nano ka qenë 3 herë kryeministër i vendit në periudha të ndryshme dhe u largua nga pushteti dhe drejtimi i Partisë Socialiste në vitin 2005. Kryeministri Edi Rama e ka nderuar atë me yll i mirënjohjes publike për kontributin e tij në drejtimin e vendit.